Nga parcelat në territor të hapur tek shtëpitë e Barit, kjo është zgjedhja bërë vitet e fundit nga kultivuesit e kanabisit në qarkun Shkodër. Numri 2 policisë Akil Kalu nga mbledhja Task Forces Antikanabis prezantoi planin e masave që kjo strukturë ka ndërmarrë në luftën kundër kultivimit të lëndëve narkotike, ku numri i operacioneve në terren është rritur ndjeshëm. Janë 4407 kontrolle për vitin 2026, nga 1624 në vitin 2025. Kemi një rritje prej 175% të kontrolleve, kryesisht të kontrollet të ambienteve të mbyllura. Kultivimi në ambientet e mbyllura po bëhet me metoda më të përparuara dhe madje dhe brenda zonave të banuara. Si pasojë e presionit të policisë në ambientet e hapura, kultivuesit janë organizuar dhe janë orientuar në drejtim të kultivimit bimëve narkotike në ambientet e mbyllura. Rezultatet tregojnë se kultivimi në ambientet e mbyllura po bëhet me metoda më të përparuara dhe në raste të veçanta brenda zonave urbane, gjë që tregon se ky fenomen mund të jetë i përhapur më gjithësisht në rajonet të tjera ku evidencohen humje ose vjedhje të energjisë elektrike. Abuzimi në energjinë elektrike nuk është vetëm rasti i shtëpive të Barit, se të shohim përqindjen 5 shtëpia Barit me 100 ndalime tjera që kena banet për abuzimin në energjinë elektrike është një diferencë shumë e madhe. Por nga detyra rajonale të gjitha rastet janë depozitu pranë drejtorisë policisë dhe në prokurori. Gjithashtu një masë jona është edhe kontrollet e vazhdueshme që bëjmë me policinë edhe pa policinë, që i kena të planifikuar futush çdo ditë. Shkodra vion të mbetet qarku me numrin më të lartë të kultivimit të kanabisit, me gjithë luftën e vazhdueshme që strukturat shtetërore i kanë bërë këtij fenomeni. Gjatë vitit 2025 janë asgjësuar më shumë se 200.000 rënë vetëm në qarkun Shkodër, afro 80% e sasisë në nivel kombëtar.